sigurisht që ka me prodhu pamjet e tilla. Dhe ajo që midhnon fakti që ndeshjet e Superligës, aty ku ballafaqohet balkoni e drita, po supozoj, nuk kanë atmosferët e tillë dhe s'kanë shikueshmëritë e tillë. Kjo është pamja e jashtëzakonshme sot nga stadiumi përparim Thaçi në Prizren. Kjo pamje, shikoni, kjo ka qenë para se me fillu ndeshja, mbushja e një pjesë të madhe të stadiumit. Ka fillu stadiumi mund. Kjo pamje, Reni me të gjysve janë hapur dyert. Ndeshja ka fillu në ora 13, Ramez. E di, e kam pa dhe miqmi që kanë qenë stadion dhe më kanë dërgu video live dhe vërtet kam pas shumë dëshirë të jem vetë prezent në këtë ndeshje, por për shkak të angazhimeve dhe sigurisht është muaj rahmetit të agjerojmë krejt njerëz të avorojmë agjerimin, mirë po që kjo ndeshje ka kallëzuni një defekt madh që e kanë klubet e Superligës, të cilat prej sonte duhet me unjë kryqit e tyre me mendu fort se qysh duhet të veprohet që të kthehen tifozët e tillë në përndeshjet Superligës. Vërtet është marrë me thonë vetë jam kryetar klubi dhe garojnë Superligën e Kosovës, madje pretendoj të bëhem kampion, të dalë në Evropë dhe të mos kem 100 vetë në stadium kur zhvillohet një ndeshje e rëndëm të Superligës, e lërëme që tifozë dhe shikueshmëritë e tillë nuk kemi askur të ballafaqohen në derbi, në skuadrat të cilat pretendojnë vetë krejt e tabelës në Superligë, e kjo renditje në krejën e tabelës domosdoshmërisht dërgon edhe në gara ndërkombëtare. Dhe kur e ban një organizim tillë, e lidhin gjithçka me financa, apo tha këtu që unë e tham një shprehje, e kanë thonë Cruyff e shumë tjerë, që unë nuk pa një thest mushur me dollar që rrin fushë dhe jap golla, ose luan futboll. Pra, Prizreni e dha këtë mesazh mas miri që jo gjithmonë të mirat materiale ose gjeti një klubi e determinon organizimin ose e kthen shikuesin në tribun. Kjo i përgëzoj drejtuesit e lirisë për një organizim shumë të mirë. Unë jam koxhanjas i mirë i teknikaliteteve të organizimeve të ngjarjeve sportive edhe në objektet hapura dhe në mbyllura sportive, por vërtet se nuk ishe kueshtin mojën e gjithpanës sistem në segmentin e marrjeve të masave për dalë sa ma mirë një ndeshje me kaq shumë shikueshmëri. 10.000 njerëz me pas pështy në stadion sa dhe këshin bollaq. Dhe ky fakt na bën edhe neve si njerëz që jemi në për emisione sportive, po edhe ata që kanë qenë në stadion me komplementu drejtuesit e lirisë për një organizim tillë. Tereni perfekt, e caja këtë topit në fushën e Blert dhanë maksimumin, pat shumë çka edhe për mos me thonë gjithçka, por në aspektin sportiv të dyja skuadrat luftuan në fushën e Blert, doli ma mirë për pak vushtëria,